Kosova do të jetë mikpritëse e stërvitjes më të madhe ndërkombëtare të drejtuar nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Europë dhe Afrikë. Defender Europe 2025, aktiviteti do të mbahet nga data 26 maj deri më 9 qershor. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës njoftoi një ditë më parë se stërvitja e përbashkët do të zhvillohet në afërsi të Gjakovës. Gjatë kësaj periudhe kohore do të ketë lëvizje të autokolonave nga vendbazimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në drejtim të rajonit të Gjakovës, e saktësisht aeroportit të Gjakovës dhe poligonit ushtarak në babaj të Bokës. Kjo lëvizje do të realizohet me qëllim të ekzekutimit të ushtrimit ndërkombëtar Defender Europe 25, prandaj kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve gjatë periudhës së zhvillimit të ushtrimit. Forcat e sigurisë së Kosovës përmes ekzekutimit të këtij ushtrimi do të tregojë gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë luftarake me vendet partnere dhe të rajonit, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, u tha në njoftim. Kosova përjashtua në vitin 2023 nga Defender Europe 23 si masë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas tensioneve në veri të vendit.